lidhur me angazhimin tuaj për çështjen e Kosovës për herë të parë. A mund ta thoni se kur jeni përfshirë për herë të parë, kur i ka përfshirë qeveria e Shtetit të Bashkuar për herë të parë, për të përpjekur për të zgjedhur tensionin në Kosovë? Përgjigje, së pari jam përfshirë nga qeveria e Shtetit të Bashkuar në maj të vitit 1998. Pyetje, kush i kërkoi që të përfshihet me çështjen e Kosovës? Përgjigje. Mora një telefonat nga sekretari i shtetit e asaj kohe, që ishte sekretarja e shtetit e asaj kohe në fakt, Madeleine Albright, që më kërkoi që përveç detyrave të mia si ambasador i Shtetit Bashkuar në Maqedoni, të merrem përsipër gjithashtu edhe postin e të dërguarit posaçëm në Kosovë. Pyetje, si i dërguari posaçëm në Kosovë, kujt i raportonet ju? Përgjigje. Unë në këtë rol timin i raportoja sekretares së shtetit Madeleine Albright. Megjithatë, më duhet të shtoj se në këtë kohë Holbrooke ishte shumë interesuar për çështjen e Kosovës dhe më këshillonte vazhdimisht për çështje që kishin të bënin me Kosovën dhe isha informuar pra lidhur me zhvillimet atje. Pyetje, a e kishte kuptuar ju që sekretaria Albright mbështetur në vlerësimet tuaja si i dërguari posaçëm? Përgjigje po, ajo mbështetur në shumë prej vlerësimeve të mia, megjithatë bazohej edhe tek informacionet e tona nga personat e tjerë në teren. Pyetje, cili ishte mandati juaj si i dërguari posaçëm për Kosovën? Përgjigje, në fillim fare, unë e kuptova rolin tim që ne duhet të ofronim një lloj mbështetje ose zgjidhje politike dhe duhet që të ndihmonim për të sprapeshin forcat atje nga dhuna në rritje e mundur. Edhe që në fillim fare, unë jam përpjekur që me kolegët dhe me departamentin e shtetit të mund të ndërtonim një plan autonomia në mënyrë të tillë që të rikthejë autonomia e Kosovës dhe në mënyrë të tillë që Kosova të kishte vetë qeverisjen e vet. Domethënë kjo ishte ideja kryesore, pista kryesore që ne ndiqim me Kosovën dhe me Serbinë.